Misionari. Në jetën e përditshme, shpesh herë e shumë herë e përdorim këtë term e këtë emën. Po në fakt kush është misionari? Në kishën katolike e në krishterënim në përgjithësi, misionari është ai i cili nuk jeton për vete, nuk jeton për diçka, por jeton për dikën. Nuk jeton për të shiju, por jeton për të shërbyer. E nëpërmjet shërbimit të tij krijohet ajo që do ta shijojnë të tjerët. Nuk ngritet nga satisfaksionet, por e përjeton satisfaksionin kur kupton se realizohet qëllimi për cilin ka ardhur, jeton e është i dërguar. Në Shqipërinë tonë të pas viteve 90 të shkatruar për sistemit komunist ateist, në Shqipëri erdhën shumë misionarë të cilët me zëdhën e tyre jetun për të shërbyer për të dëshmuar Krishtin. Pa diskutim që çdo njëri prej tyre ka atë historinë e veçantë, ka atë shërbesën unike të tij. Por ai që sonte kemi në mesin ton është në një farë mënyrë mishrimi jo vetëm i misionarit, por i atij personit që la gjithçka për asgjë e në një farë mënyrë që erdhi në vendin ton, pikërisht ndoshta për një dashurie momentale që do të kthehej mrapa edhe dashuria e jetës vet. Përpara pak javë, Ati Shenjtë Papa Leoni e emnoi si administrator apostolik të Shqipërisë së Jugut, duke perfeksionuar në një farë mënyrë atë përvojën e tij misionare që kishte nis në vitet 93 në malet e Dugaxhinit, ishte shtrirë mrapa deri në kryeqytetin e Shqipërisë e tash për në skajin tjetër. Sonte të ftuam, kam kënaqësinë që të kem Padre Flavio Cavallinin, tashmë administrator apostolik i Shqipërisë së Jugut, për shumë ken profesori Joni, kemi pas kënaqësinë, e unë personalisht kam pas shumë kënaqësinë që ta kem edhe profesor, për pjesën më të madhe të njerëzve i njohur në gjithë Shqipëri, në Shkodër, në Dugaxhin, në Lezhë, në Tiranë kohë të fundit e tashmë administrator. Padre Flavio, mirëmbrëma e faleminderit që jeni mesin tonë. Mirë. Gëzoj edhe unë se jam me ju. Do të nisna pak në një perspektivë kronologjike për të pa kush është Padre Flavio Cavallini. Ndoshta edhe për ato që do të jenë tashmë, më thoj za grigja jote, delet tuja që ma pak se na janë familjar me ju. Kush është Padre Flavio dhe si erdhi Padre Flavio në Shqipëri? Në Shqipëri erdhi për një thirrje veçantë, gjithmonë thirrja misionare është thirrje brenda thirrje. Do të thonë se thirrja ime e filestar ka qenë për jeta franceskane, brenda jeta franceskane jeta mestarake, e tani e masë erdhi edhe një thirrje misionare. Në këtë kuptim, ti ke filluar duke thënë kush është misionari. Misionari është tamam njeriu që nga një kishë më i stabilizuar shkon një kishë vendore tjetër, pse është në situatë vështirë që ka nevojë për personelit, për ndihmë, ose për me themeluar një kishë nga zero atje ku nuk ka kishë fare. Këto janë dy dimensioni misionare. Për të arsye, në faza e parë e jetës sime, këtu në Shqipëri, thirrja e parë ka qenë me ndihmuar një kishë që ekzistonte, me dini shumë mirë, që nuk ka filluar tani kisha katolike në Shqipëri Veriut, sidomos në ata zonën të cili kanë jetuar tu në Shkodër, në Dugaxhin, Lezhë, Tiranë, por tani në brenda kjo thirrje misionare me vjen thirrjen e dytë në jugut e Shqipërisë, kur vërtet kisha katolike është një grigje kaq e vogël që është si një famulje e madhe. Për të arsye atje vjen një dimension tjetër misionit, me themeluar komunitet atje ku nuk ka gjë. Do të thashë se unë jam shumë mirënjohur nga Zoti që më ka ofruar një proces të tillë, e tani edhe kjo eksperiencë e fundit të ndryshëm nga eksperienca përpara. Ju Padre Flavio erdhën në Shqipëri në vitin 1993, nëse nuk gaboj. Po. Si ishte të lije Veronën?
zemrën e Italisë, besoj një qytet të jashtëzakonshëm nga pikpamja kulturore, për Shkodrën ose më saktë për Prekalin e Kirin e vitit 93-94. Po, në Verona kanë lindur, por në momentin e thirrjes për Shqipëri kanë qenë në Lunigo, që ishte një qytet i vogël brenda Verona e Vicenza, ku ka një kuvend franceskan, një shëntëror, ishte edhe kolegji serafik, domethënë seminari i vogël franceskan, në të cili ishin rektor. E thirrja erdhi në atë moment, patjetër se kalimi ka qenë një kalim shumë e madhe, por unë ishim shumë e bindur për këtë zgjedhje, edhe si franceskan, edhe për ideja ime gjithmonë, me ka pëlqyer gjithmonë aventura. Nëse nuk ishte diçka me aventura, ndoshta nuk ishin ardhur këtu. Me interesante është mënyra në të cili e kanë dëgjuar për Shqipëri, pse si të gjithë kanë ditur shumë pak për Shqipëri. Në ranën e parë ka qenë disa si lajmet që ardhin në televizor, për çka i përket Ania Vlora i famshëm që ka ardhur në Bari në këtë momente që me ka goditur shumë si fakt në vetë edhe si imazh e kanë parasysh. E që me ka tërhequr vëmendje në këtë çështje. Unë përpara kishin jetuar në Izrael e sotme, do të thënë në Jeruzalem, sidomos për studimet, se një syt veçan për zona lindore e kam pasur. Duke ditur se edhe Shqipëria është dera e lindjes fatikisht, edhe se shikon edhe në Europën e Perëndim, por është në zona mesme, ku ka një bashkëjetesë me popullsi musulmane, ortodokse dhe katolike, si është në tokën e shenjtë. Do të thënë se ambienti që kanë frekuentuar gjatë studimet e kanë përgatitur për një situatë e tillë. Për të ka qenë shumë interesuar për me zhvillimet, por akoma nuk ishte momenti. Por erdhi në momentin të cili një frate që ishte inkarguar si delegat për Shqipërisë nga urdhi franceskan, padre Polidoro, e ka shkruar një artikull që me ka godit fort. Që ka thënë, në mënyrë fillon të ashtu me një pyetje, duke me vati diçka, në mënyrë që Coca-Cola nuk vjen përpara Ungjilli. E në fatë, fabrika e para që u hapën në Tiranë në atë kohë që në Coca-Cola. I ka merr nga kjo idea, bajnë në mënyrë se Coca-Cola nuk shkon përpara Ungjilli në Shqipëri. Sa interesante. E unë e kam përjetuar si një thirrje personale, që më ka tërhequr dhe më tepër. Por në mënyrë definitive vëmendja ime ka qenë tërhequr nga fakti që dy fretet shqiptare, në momentin që kanë filluar me udhëtuar, kanë ardhur atje në Venedik ku ishim, ishin një atë emëruar si peshë i pultit Robert Ashta, që ka ardhur, por nuk me kanë takuar, por ka shkuar në atë kuvend në momentin që unë ishin në ushtrime shpirtërore me seminaristat, e ku ka dëgjuar, ka ardhur tu një frate ashtu nga Shqipëria, ky ka ardhur për me kërkuar mu. Kjo është qenë diçka që ishin në muj shkurtit, pak a shumë. Në ranën e dytë më vonë e ka takuar një rast tjetër padre atë Zeflumi që ishin në Thellamendola te Universiteti Katolik, sedia jashtë Milano, për me ba disa takime, konferenca, gjanët e tillë. E ku ka ditu ka një frat shqiptar, duhet me taku patjetër ky, atë ka shkuar pikërisht, kemi ulur një orë me folur, me treguar. Kjo është kanë kontet e parë. E gjithmonë më tepër kjo gjëra me ka. Deri në atë pikë që kanë bërë kërkesë për me vinë në Shqipëri. Por kjo kërkesa përgjithësisht më ka dhënë më një herë, edhe pse ishim me mësimet në teologji, ishim me seminari franceskan, shumë gjëra që ishte vështirë me largu më një herë. Po unë ka shkuar. Do të thënë se unë e ka zgjedhur Shqipëria pa me pa Shqipëri. Duke dëgjuar e duke takuar. Pa ardhur asnjëherë keni marrë vendimin. E ka merë si kuti i mbyllur, si nuk kanë hapur kutia si në ata martesa e dikur që e zbulohet kusha është denuncja në momentin e fundit. Por
në këtë periudhë, padre atë Antonio Franic, që ishte vikari përgjithshëm, me ka bërë një propozim, ai dinte kjo interese që kishim për Shqipëri, e atë me ka bërë një propozim. Flavio, që mendon, unë kam për me shkua në Shkodër me 25 prill, sepse Papa Gjon Paulin II shuguron i peshqvinte parë. Atëherë, unë janë zgjelur, e ka mundësi për merë me vete 2 fretet, tjetër për me qenë si delegacion e provincë e Venedikut, e Veneciës, për me qenë pranishë, pse atë Robert Ashta ka studiuar në Venedikë, ku ka qenë seminarist, teologjia e ka qenë shuguruar në Mota de Livenza, të ne, dhe thanë, u kryuar një qarë loj mërlenje veçante me të me ka dukur një shenjë qellore po tjetër fatikisht kemi nisur me një furgon mbushur me gjëra që kemi menduar se ndoshta ishin e mëshme e kemi ardhur nga Bari me tragheti Durrës, ka qenë diçka pa imagjinueshme në atë kohë, portin e Durrësit i famshëm, ka qenë një vend që nuk harroj kur. Mire, në fund e fundit, me 23 prill, ka ardhur në Shkodër për herën e parë. Ka ardhur në Shkodër, me 24, do me thënë një ditë para shugurimi i peshënor, Robert Ashta në ka që me një Land Rover një reziduat nga luftën e dytë botërore, kishte fortë si një karosë, e ne ka që deri në Kiri. Do me thënë se pjesa e parë, bas Shkodër që kam fjetë, pjesa e parë Shqipërisë që kam parë, ka qenë lugina e Kirit deri në Kirë. Në Dugagjen. Unë ku ka qenë atje, dhe kjo është vendi im, me pëlqen fortë. Ashtu, direkt me Kiri? Direkt me Kiri, vendi e parë që kam parë. Një eksperiencë mërshëm për çka i përket ultimi, pse rruga e Kirit tash nuk e di si është, me këtë makina ishte shumë fort, ne ishim ulur mrapa mbi rrota e rezervë të tjerë, imagjinoni. Por ka qenë një gëzim jashtëzakonshme, natyra bukur me duke se unë ka qenë malnitur edhe i dashuruar me një herë. Do me thanë se kishim ba kërkesë, por për mua ka qenë dashuria e parë. Vërtet, edhe Dugagjini, edhe misioni ashtu, e kur nuk janë penduar për këtë punë. Cila është imazhi, Padre Flavio, që nëse kujton ato vitet e para që kjo ardhë në Shqipëri nga ky kalim nga Italia, nëse do duhet një skenë apo një imazh që të ka goditur aq shumë nga Shqipëria, nga kisha, apo nga realiteti që ke gjetë këtu? Për çka i përket situatës e përgjithshme, peizazh, për shembull, unë ju siguroj, nuk ti ke qenë i vogël, sigurisht. Nga porti i Durrësit deri në shkollë nuk ishte një pemë. Nuk ishte një pemë në këmbë. Sepse një vit përpara, të gjitha pemat, kishin plepa, gjana që ishim prerë të gjithë. Besoj për drurë, për zjarë. Nuk ishte një pemë në këmbë deri në Shkodër. Kjo me ka godit, si ka mos si një vend pa pema. E tjetër ishte kjo degradim, çdo gjë ishte degraduar. Ishte si në situata veçante se sidomos atje në për malet dy ka qenë luftën e parë botërore, duket si ata vende që ka qenë bombarduar në për malet tona në luftën e parë. Dhe me thanë, që ka ndodhur tu? Ishte një diska shumë godishme. Edhe këtu Shkodra, të gjitha diska vjetruar, diska renuar, gjyshë renuar, ashtu, përveç gjanda shumë të vogël atje. Po nuk ishte makinë fare, ishte bukur, se Shkodra ishte me këta rrugët të mëdha, ma të nëse ishte sot pëse e kanë zvogluar tani me qartë. Trotuaret e malë, po asnjë shkonte në trotuar. Të gjithë si një lumë njerëz në mes rrugës, pse nuk ishte makinë fare.
Trotuarit ishin më shumë njerëz me tavolina, me shitë sigare, të pak fruta, nuk e di çfarë të vogla. E kjo ishte panorama e qytetit. Makinat ishin vërtet diçka rall, e ishte shumë vështirë pse duke me ultuar në meset të këmbësore. Po për sa i përket pader kontaktit do të thot nga ana fetare me njerëzit. Feja që kishte mbijetu, po themi, pas komunizmit, cila ishte ajo që ka gjetë ti, kjo në raport me popullin e Zotit, po themi, po edhe në raport me meshtarët e vjetër që ju sigurisht keni kanë një në ato që i keni njohur shumë mirë dhe që i keni taku, ki parasysh se këto pastaj ishin meshtarë që nuk e kishin jetu as Koncilin e dytë Vatikanit. Cila ishte klima që do të thosha frymërrej në atë kohë në Shkodër? Atëherë, në rallën e parë, që ka i përket populli, ashtu në qytetin e Shkodrës, si edhe në përmalet, vërtet kishte një etje për me marrë pjesë, për me takuar meshtarin, për kujto në ditën e Pashkës ku kanë qenë atje si për në Kir, njerëz lajmëronte vjen frati, vjen pse ishte gjithmonë pyetja, a vjen, nuk vjen, pse mjaftonte një shiu për me bllokuar rrugën, ose binte bora jashtë deri maj, nuk ishte mundësi fizikisht për me ardhur, domethënë se njerëz nuk dinte nga shtëpia deri kur nuk ishte një shenjal. Çfarë ishte shenjal? Krye plaku që shkonte një kodër duke shikuar në fund e luginës makina ime e me dinamitë ka bën një plak. Skena surreale. Skena surreale, sì, ishte kumbona tona ka qenë dinamitë, kupton. E me një si quhet një kandelot. Po një fitil. Një fitil dinamitë ishte shenjal për ta në luginën, po u vjen frati. Do me thanë se finonte edhe me dalë prej shtëpisë, me vim, me përqendu me grumbulluar në Gjani, për shembull, atje ku ishim. Ashtu, ndërsa marrëdhënie edhe me meshtarë tjetër, me ata meshtarë të vjetra, sidomos me Fretën në rannën e parë, vërtet kishte një shpirt heroik, pse na stimulonte shumë. Edhe unë që ka qenë i ri, se kam pasur 37 vjetë. Kur ke ardhur? Po, ku ka ardhur. Duke balafaquar me Monsignor Hashta, që ishte 75, kur i peshvi i jep dorëzimet, ai ka filluar me vaj peshkë. I peshkë. Po ashtu, pa dhe Dionis Makaj këtu, pa dhe Leon Kabashi, ata, unë kanë jetuar me ta, vërtet, tregimet të tyre, shpirti që kishim, që pleqet, ishi plot me energji, plot me dëshirë, plot me shpirti, vërtet për mua ka qenë një shembull fort. Po, disa gjëra kupto ke mentalitet që kishin, nuk ishin në përputhje për çdo gjë që si ishin formuar ne, disa herë, disa tensione dolin, ashtë normal. Por nga ana ime gjithmonë me respekt edhe ata me kanë respektuar shumë vërtet, edhe kur ka qenë frat ashtu, edhe kur ka qenë provincial, vërtet me kanë respektuar, kishin njerëz që kishin ideja si është jeta e kishës, si është bashkëpunimi, rali që kanë leprorët, ka qenë njerëz shumë e formuar në këtë kuptim. Por kishim situata, një trashëgim shumë pranë, shpesh Ju Padre Flavio, siç e thaç, ju vetë keni qenë, do të thosh, provinciali i parë pas komunizmit i provincës franceskane në Shqipëri. Një provincë që ju e dini më mirë se sa unë, ka një emër të jashtëzakonshëm, me një kontribut shumë të madh për kishën, për kombin, për vendin e tjerë. Si është kënë për ju personalisht me udhëheq për rreth 3 mandate, nëse nuk gaboj, provincën në një emën kaq të madh, por në një farë mënyrë pothuajse e gjetun të shkatrume nga ana strukturore, po edhe njerëzore, sepse franceskanët e vjetër ishin pothuajse të gjithë. Si është kënë për ty me çu përpara këtë emën kaq të madh, po edhe njëkohësisht me hap drejt një kohe shumë të re ku tashmë ekzigjencat janë të ndryshme? Po, ishte një balans, sepse patjetër se kemi ndjekur moti i vjetë që thonë primum vivere dhe inde filozofare. Por kemi, do me thamë, për para duke me jetuar, me mendua për mbjetese, ma se filloj me ba filozofin, që me thamë, me zviduar. Por në vërtetë, ka qenë një paralel, pse jemi bindur që edhe
kultura edhe teologjike fetare, si edhe kultura i përgjithshëm, letrare ose historike tjetër, janë një pasuria e njeriu nuk jeton vetëm për bukë, por me fjalën e Zotit, por edhe me bukuri e një aktivitete intelektual që pasuron jeta e jep vizionin për jetën. Për të arsye, me një herë kemi filluar me botua, me grumbulluar, për shembull një ndër marraqet të mi ma të madhe, përveç disa restaurime, si kisha e Gjugadolit, ka qenë restaurimi i bibliotekës, me rekuperua pasuria që ishte në Romë të padre Daniel Gjeçaj, që ka ruajtur, jo që ishte biblioteka e Fishtë, për biblioteka e Fishtë është akoma tu të Marin Barleti, por ne kemi transferuar një bibliotek tjetër nga Roma, duke grumbulluar të gjitha pasurit albanologjike që kishim mbrelu Daniel Gjeçaj e po sidomos Jak Marlekaj, mos harrojmë figurën Jak Marlekaj, themelor, pjesa më e madhe e bibliotekës as fryti e grumbullimit e veprave që ka bërë ai gjatë vite që ka ndërtuar Daniel Gjeçaj të mas. Botimet e ndryshme ashtu, edhe kërkimet, do me thanë se ka qenë një rritje veçantë, kur si biblioteka ka qenë një themel forte, edhe sot është një pikë nisjes së rëndësishme, pse kemi përmbledhur shumë vepra jo botuar të fretërve që janë edhe sot janë duke botuar vazhdimisht për me ofruar kjo pasurinë e kokën e vjetër. Njëkohësisht jemi duke pasuar me gjana të reja, tani besoj se brenda ditës dal një vëllim interesant mbi fresket e restauruar e Rubikut dhe Kedredonit, që janë dy gjana themelore që kemi në kujdes ne. Do me thanë se ashtë diçka që ka filluar aty. Gjithmonë kemi pasur një sy të veçantë, po patjetër se prioriteti është shërbimi mbaritor, shërbimi shpirtrave. Pa me mastor kjo aspekt tjetër. Ju Padre Flavio jeni një dëshmitar kryesor të asaj që ka qenë edhe rrugtimi 34 vjeçar i kishës në vendin tonë. Edhe për vetë natyrën tuaj ju keni profesor në Institutin Filozofik Teologjik aty ku formohen meshtarë të ri. Jeni arkeolog dhe keni bërë disa butime të ndryshme në raport me pasuritë mëdha që ndodhen në Shqipëri. Edhe nëse do të duhet disa fjalë për me përshkryu këtë ecje 34 vjeçare të kishës në Shqipëri, ju si misionar, cilat janë ato, do të thot, aspekte në të cilat kisha në një farë mënyrë të ka shkëlqyer, edhe ato aspekte që të kisha do duhet me punu edhe sot e kësaj dite shumë. Sfida ka qenë vazhdueshme. Të mandoni se në 93 nuk ishte në 93 probleme e bukës si ka qenë një vit përpara, por kishin drejt për një bidon nafte, një bidon benzin, në muj. Në muj. E kishi vetën 2 pikë karburanti në Shkodër, një të kombinati e një të zoja të Baqaleku, e për duke me shku në bankë, me ba pagesa në bankë, me shku me kuponit, me ndërgu një kal me karosë, përse duke kalua gati të nate për me në reshte, për me merë një bidon, 2 bidona. E me këte duke të gjitha makinat që kishim me shku në çdo kende, duke mi aftua për një muj. Do me thanë se kemi filluar me gjana të tillë shumë pratike, e shumë vështirë. Pikë si karburanti e kemi ba me dorë, me fuqi, me këta gjëra, shumë që nuk ishte shumë të lehtë disa herë. Komunikimet, telefonat, kemi pasu radio në për makinat, por ishte vështirë, që tani në kokën e celularve, nuk imagjinoj si kemi jetuar për komunikimet në për malet, edhe këtu poshtë fatikisht. Do me thanë se sfida ka qenë vazhdueshme. Në ranë e parë materiale në filim, teknikën në filim, po me ndoni se masa 4 vjetë kemi pasur në 97, që ka qenë 97. Një të mërë tjetër. Krizë total, me problemet, unë u zvendosë në lejë, përse ishte për me mbaru, për me drejtuar kumet, përse ishte vetëm Padre Leoni vjetër atje, Padre Masafra u ba i pesë në Reshenit, kanë shkuar atje për me këtu ka mbetur dikush tjetër, kemi pasur shumë emergjensat e tillë, një me pasigurin totale kemi kaluar të gjithë që kam provuar, din si kemi kaluar në atë kohë.
pa sigurin total, pa shteti, pa ligj, do me thanë se ishte një aventur me shkuar, ku ka rifruar me ba mesimet nga Lezhë në Shkodër, ishte një aventur çdo herë, për me kaluar në përmjet njerëzve me Kalasnikovin, me zane për me në Torovica atje ishte, imagine, ma mirë mos folur për këta puna. Tjetër, me njerë, erdi në 99, krizi i Kosovës. Këtu kemi mbushur kujtoj shumë mirë, nata e Pashkëve, ishim para vigjilja e Pashkëve, tu te katedralja, që erdi te mua Don Luçani, më tha, unë mbushë para katedralja me refugjate nga Kosova që ishim me motokultivator kanë ardhur, jo me makina o me zetora kanë ardhur, ishin këtu për para, nuk e di që bajnë, kemi për me filluar vigjilja Pashkëve në Kishë, diku erdhen e brejtën nga Egjipti. Dolin nga Egjipti. E kemi sistumuar në teatrin tonë, që në atë kohë ishte si ashte sot, po kemi ba dormitori parë. Ashtu kemi filluar me pranimi gjigante, që kemi ba një punë gjigante, vërtete, si dioqeze, si çdo institut motrë, kjo ka qenë diçka një kokë mrekullueshme nga ana e veprintari konkrete e kishës. Por ka qenë një angazhim, një kohë atje shumë lojshme, por dhe shumë frytshme për disa herë. Besoj që me jepi një kontribut konkret që është edhe dokumentuar. Mirë, mas herë sfidat e tjera, po gradualiste u qetësuar situatën. Por sfida janë që bon baritore, pse me njerë, mas viti 2000 ka filluar fenomeni masiv e largimit. Emigrimit. Për para një egribim brendshme, që ka filluar me zbritë në mënyrë masive nga malet, për të arsye u ba përgjysë popullsia të maleve, e umbushë këtu zonat e qitetëve, por nga qitetë mas ishte një etapa për me shku jashtë eti, shpesh. Për të se kanë filluar kjo fenomen, për tu ka ndryshuar perspektiva. Në fillim kemi pasur një nevojë shumë për me shku në zona rurale, mas kemi pasur se atje njerëz vendosen, duke me koncentruar vëmendje edhe në çka është zona urbane, gjatë rruga që shkon në Tiranë. Por largimi që fenomen që vazhdon edhe sot, faktikisht nuk ka se ka mbaruar, me proporcionet e tjera, por në fillim ka qenë ishte vështirë me ditë që bajnë strukturat, pse rreziku është me bashkë struktura atje kur njerëz nuk janë ma, disa e ndolla ashtu, kemi ndartuar kishat që tani janë boshë, përse u larguan një nga fshatrat. Është një zgjedhje jo të lehtë me kuptuar si është zhvillimi. Këto janë sfidat që kemi, janë lidhur sfidat edhe shoqërore, edhe fetare, sepse se bashku me këta fenomenat, nevojë që kanë njerëz për me stabilizuar situata ekonomike, vjen edhe në mentalitete më shumë materiale, praktike, lidhur vetëm me fitim. Unë pyetje që bajnë Japon edhe në Tiranë të rinjve, çfarë studion ekonomi, vetëm duke që të gjithë studion vetëm ekonominë, jo që është keq, por tregon se mendohet vetëm për punë tregut ashtu, ndërsa ekziston edhe shumë gjëra të tjera. Po pjesa e madhe e kërkon në trajtim menjëhershme. Këtu janë sfidat që kemi edhe sot, pse shpesh mas një diplom largohen nga Shqipëria prapa. Ju Padre Flavio, për vetë misionin tuaj do të thotë mund të bani një radiografi të gjitha shtresave në vendin tonë, po dhe të gjitha atyne që përbajnë popullsinë shqiptare, sepse si që thamë keni shërby në Shkodër, keni shërby në Lezhë, keni shërby dhe në Tiranë. Nëse do të kërkohej për ta definu në një farë mënyrët një shqiptar të pas viteve 90, cila do të ishte formula, nëse shprehemi kështu në thojza, si të themi, për të definu shqiptarin e tranzicionit shqiptar? Po, kemi një pjesë e mirë që vjen nga një traditë shumë shënosh nga ana shpirtërore. Do me thanë,
një traditë që është vërtet devocion, që është përkushtimi ndaj Zotit, shpirtin e lutjes. Po kjo është një gjenerata që e ka transmetuar, por shpesh e ka më shumë transmetuar në gjeneratat e nipëve, ndërsa gjenerata e mesme, gjenerata ime, që ka jetuar komunisht, shpesh ka qenë shumë varfëruar nga ana shpirtërore. Do me thanë se nuk ka qenë një tranzicion drejt për drejtë, e kjo është stresa ma e pjekur, ma ative në shoqërim. Për këtë arsye gradualisht kemi pasur një shoqëri që u bë më shumë jo kundër, po një fjeftoftë nga ana shpirtërore, nga ana një interese vërtet për një ndryshe nga etërit, nga gjushat ashtu. Ndoshta pjesërisht, perché è normal se këtu kemi një filtr, pjesërisht kjo ka kaluar më shumë nga gjushat në nipat, kjo gjenerata e mesme është një gjenerata shumë vështirë për me rekuperuar. Edhe në atë kohë e tani. Pse e kanë jetuar dimni i ateizmit e nuk janë kundër fe, por e tregon një çfarë vështësi e kanë humbur ndjenjat, antenat fetare për me perceptuar nevojë. Ashtu është shumë vështirë me ta. Ata janë më shumë ashtu ose indiferent, ose ftoftë, ose merë, se zakonat mira, shkoj një herë dy, por jo një përvoje fort i Zotit ashtu. E kjo e ka karakterizuar shumë, e ka ndryshuar shumë panorama fetar dhe përgjithësi, pak a shumë në çdo vend, në çdo vend e në çdo stres, jo vetëm intelektuale, por në stres aty. Gjatë tyne 33 viteve, ju një në Shqipëri sa vitet e Krishtit? Sa vitet e Krishtit, po. 33 viteve. A keni, Padre Flavio, ndonjë person që vërtet ju ka godit, ose që ndoshta unë e kuptoj që jeni shumë modest dhe keni vështirësi për me bë emra, por do të ishte ndoshta besoj që të evidentojmë edhe gjëra të tjera përveç atyre që kanë qenë sfidat. Një person që keni taku dhe ju ka godit shumë edhe nga ana shpirtërore apo emocionale? Po, nga një anë ose në tjetër shumë personat, edhe disa për të cilët vetëm ka lexuar që me kanë godit, tregoj një që nuk ka njohur personalisht, por me kanë godit nga shkrimet, nga dëshmitë mbi të Donat Kurti. Unë jam admirues Donat Kurtit. Donat Kurti. Edhe ndoshta pse e dinte shumë mirë greqisht edhe pse ka përsy se bashku me ndihmë edhe me disa tjetër si Benedikt Dema ashtu e ka bë përsimi bezditjes së re nga greqishtja në shqip. Ai shkronte një kohë në të cilë ishte pa imagjinueshëm diçka të tillë, ai ka menduar që duke me përgatitur për popullin shqiptar që ka drejtë si popullit të tjetër me pasur në gjuhën e vet Biblen, do me thanë si ai flinte për bezditjen e re, nuk ka pasur mundësi me bë edhe bezditjen e vjetër. E kjo trashëgim që e ka bë konkretisht në disa fletorja që kemi në arkiv, e ka dorëzu disa familjeve që kishin djemtë në mënyrë që trashëgonte kjo punë. Një familja ishte afër Gjuadolit, familja Hila, që ka njohur shumë mirë, ata e ka ruajtur të Cezara me bezditjen e re shkruar ashtu me dorë me një grafi shumë qartë, shumë e vogël, shumë brenda pusi shtëpisë, mbrojtur, pse kishte kontrole ashtu. E në momentin në cili baba edhe Marçete me kanë dorëzuar dorë me ecco kjo të një provincial të ato ty ne kemi ruajtur deri tash pse ne ka jepë porosia Donat Kurti. Allora me mendua se Donat Kurti që ka jetuar pa asnjë skend drites për daljen nga komunizmi, nga ateizmi aty. Kishte marak për me transmetuar fjalën e Zotit edhe duke shkuar me dorë, më kjo gjë më prek. Mrekullueshme. Asta diska, kjo është feja jote. Për mua, kjo është shenteria. Nëse nuk jam mrekulino, shenteria se ai e ka pasur ide qartë, feja absolute se do të vinë drita
prap se do të vi momentin cili nevojitet fjala e Zotit për me rifiduar jetën e krishterë. Për mua kjo është frymëzimi i Shpirtit të Shenjtë. Një nga që ka njohur i gjallë, ashtu me të cili kam bashkëpunuar shumë, e kishe edhe shumë dashuri për mua personalisht, kemi pasur një marrëdhënie shumë ngushtë, pa atë Dionis Bachaj. Per mua ka qenë një shembull jashtëzakonshëm. Edhe për historinë e tij, ne për malet, ka qenë një figura legjendare. Edhe tregimet që më ka bërë në kokë në cilë ka qenë burgosur, si vepronte në një si quhet një skuadra, no një grupo ashtu punesh, formuar vetëm nga meshtarët. Po, brigada. Brigada të meshtarëve. Po kishin ai që ishte shumë e fortë, unë ka qenë fort, ai shkonte për një ditë nga Merturi deri në Shkodër, mante gjëna pa imagjinueshëm për ne sot, e ishin kanë qenë fort. Ai unë kemi pasur në brigadet tonë disa meshtarët semur, disa meshtarët moshuar, që nuk ishin forca për me punua në baltë, për me ba kanalit. Unë kam ba dy norma. Një për mua e një për tjetrin. E atër në këtë mënyrë rojen në rënd të qetë. Në mënyrë që punonte një që ishin ma fort, punonte edhe për ata meshtarët që ishin. Sa uria kemi pësuar. Në këtë uri, në të cilë ata me ka thënë se e kanë hangë ele kacamila gjallë, kur e kanë gjetur në për kacubot, ose një herë që kanë pasur një lival me bari njom, e kanë hangë. Bari njom. Në këtë kontekst, ai e ka agjeruar çdo marte edhe gjatë kohë e burgimit. Martëve 79. Martëve 79, ai ka agjeruar gjithmonë deri në vdekje. Ai ku ka qenë ma shumë se 80 vjeç ashtu, hante vetëm mramje, mas që kisi pranuar në shtëpi dhjetra njerëz që shkonte për fimet, për bekimet, për çdo lloj pune që kishte rreshte nga trotuari deri në sipër në shtëpi, vetëm një tas kosit, kaq mramje. Asgjë më shumë. Për ta jetën. Edhe në burgim. I kjo janë gjërë që me ka tërgua ai mua, nuk di nëse dikush se ka shkua po jo. Janë unë të shmitarë shpirtin e lutjes, dashurin që kishte për shërbimin ndaj Zotit, kujdesmëri që kishte për predikimi, në mënyrë popullore, në mënyrë që kishte ai me thonte shpesh, si ban ti, si predikon ti, përte ka kutua se unë predikonte vetëm mbi fjalën e Zotit, ai kishte akoma formimi për me predikuar mbi tematika morale, këta gjërë racionale, por në këtë më unë kutoj se ti në këtë mënyrë ke gjithmonë argumente të reja çdo herë. Ai kishte nevojë për kishte një të farë lloj admirimi, vetëm më thanë se në njerëz ashtu. Një fratë tjetër që ka miruar gjatë kohës së bashku me disa tjetër është Stefan Pistulli, ku ka qenë provincialu, ka qenë gjithmonë në Kastratë, në moshë që kishte atje, duke jetuar në një shpell, si ishte kuvendi i Kastratit në Bartoshit, në këtë duloma me një shtufë, biska pa imagjinueshëm, po ai ka qedua unë duke mëri padre, në moshë ke zbritën në Shkodër, ashtu, jo, pse unë e di, nëse unë zbritën në Shkodër, ti unë nërgon një fratë tjetër këtu. E ka qëndruar deri kur ka pasur mundësi. E unë ka admiruar fati sa ishte shumë kujdesshëm, ishte gjithmonë azhurnuar. Ai lexonte çdo gjë, ai e dinte për çdo dokument që ka dalë, që ka thënë papa, që atje si pen Kastrata ishte shumë informuar. E kishte mënyra e tij për me transmetuar, por unë ka admiruar kjo njerëz me mendje hapur, gjithmonë në kujdes për çka është mësimi i kishës, jo vetëm ashtu gjërat e zakonshme. Në vitin 2026 Papa Leoni XIV ju emënon administrator apostolik. Ne që kemi qenë studenta tuj, ne kemi uru gjithmonë që shikojmë edhe pse të manë me drejt ajo urtia juje, urtia kishë në mëson që shërbimi është kur janë shërbimet më të vogla.
Por sigurisht ditën që ju jeni emnu, vërtet është perceptu një gëzim tek të gjithë kur kemi ditë lajmin. Si e ka prit Padre Flavio po themi lajmin ose propozimin që Papa ju ka emnu për administraturën apostolike të Jugut? Erdhi i papritur, një fjalë, si po jo zyrtar ashtu, kanë të zëdi, por vërtet kishin krejësisht menduar se nuk ka vazhdimisht. Edhe pse janë një fije moshuar, nuk kanë katë qiri, do më thanë, si në këtë vite mbushë 69, do më thanë se, pa me dua nuk asë ma moshë për me ba këtë puna, dosta duke me mendua për diska tjetër. Por erdhi kjo propozim, nuk e di në çfarë kritere e kanë ashtu vlerësuar, besoj se ata e din, pak a shumë kush jemi, do sa ka menduar se është një çfarë lloj tragëtim në këtë vitet e fundit, edhe ndoshta për me transmetuar një përvojë, një eksperiencë që kanë akumuluar në këtë vitet, në këtë fazë e fundit. Për mua është shërbimi i fundit. Janë shumë kënaqur pse është diçka jo për titull ashtu, nuk më intereson fare, por për fakti që prapë janë në mision. E janë një mision akoma një sfidë më e madhe, domethënë se është vërtet një plantacio eklezie për shumë aspekte, jo në mënyrë absolute, patjetër pse e kanë punuar para me. Po janë trashëgimtare për punë që ka ba edhe për Agjin e për para, Ilka Bashi për para, e tjere që edhe para komunizmi, edhe Vincent Pranushi ka qenë administratori i Jugut. Do me thanë se është një realitet, por mjaft fidestare për shumë aspektet, po është një sfide e fundit, të cili të gjitha gjërat që kam mesuar në këtë kohë tani, e aplikoj duke ofruar një esperiencë konkrete, jo vetëm një teori. Për të arsye janë kënaqur shpesh se tani janë duke bashkandar në fushë shërbimi me studentët e mi. Do me thanë se tjetër asë me qenë në institut atje, ullur duke bizatua për shkrimi shenjtë, për gjanët e tjera, po sa jemi në fushë. Edhe unë ish profesor, edhe ju ish nxënës, duke bashkandaj puna në mënyrë konkrete, jo teorike. E besoj se edhe për mu me qenë në këtë fushë është mënyrë për me vazhduar në mënyrë tjetër kjo rrugë transmetimi për çka ka mundësi me transmetuar. Tash do të bëjmë pak pyetje gazetarësh, tipike. Pse Padre Flavio nuk ka dashur të jetë i peshkëve? Unë nuk kanë dashur, vërtet, kur me kam pyetur, edhe propozimi kur erdhi në mënyrë zyrtare, ka qenë një propozim pa me dignitet i peshkvor. Unë ka thënë, po me dignitet presbiteral. Normalisht. Pse duke përkufizuar në mënyrë apofatike. Unë jam me dignitet presbiteral, mjafton. Do me thënë se për shumë arsye, në fat, si administrator edhe meshtar, kanë të gjitha fakultetet për me drejtuar kjo kishë. Situata është një situatë që ka disa si vogësi, situata ashtu, do me thamë se mos bani të për zënda zyrtare, edhe pëse nëse ishte me shugurim me shugurim i peshnor, ndoshta kishim për me pritu deri një shtator për me këta punë. Ashtu për 3 javë kanë shku në punë me njerë. Me spete, pëse ata kishin nevoj me njerë për dikush për me vazhduar nuk ma mungon nga gjë, se vetëm janë përkufizuar vetëm për ata aspektet i peshnor që janë sakramental. Do me thanë, shugurimi të diakonve e të priftave, po nuk ka një seminar plotë me seminaristat, nuk ka askush. Vetëm në pëtejnë e madhe të oftoj metropoliti për me ba krizma. Shugurimi e vajtë. Edhe shugurimit e kishave, por nuk kanë shumë kishat me shuguruar, duket për momenti me. Do me thanë se janë gjana shumë e vogël, për të arsye besoj se as pratike. Edhe ashtu, unë ka një ide, me që i peshkve, apo jo, si është meshtarë
nuk është një dëshirë ime, nuk është një nevojë që kam unë, nuk janë duke plotësuar një karrierë, janë duke shërbuar në kishë. Mirë, nëse ka nevojë e kanë qef me një peshë, do të jetë populli e kleri për me kërkuar. Jo unë nuk kërkoj për baj peshë. Po nëse kleri e populli do të ndjenjë nevojë për një peshë, do ta flasim atje ku duket për me kërku. Ndryshe, nëse prifta thonë, "Ky peshë më mirë, administrator", pa problem, largoj ktheke në kuvent të fretet, pa problem, e vazhdoj jeta ime franceskane pa asnjë problem. Cili është mesazhi juaj, Padre Flavio, jemi të shku drejt fundit. Cili është mesazhi juaj për grigjen në jugun e Shqipërisë që ju pret? Ju thatë me drejt, është një grigje vogël, fillestare për shumë aspekte, por për aq sa ju e njihni, edhe pse sigurisht jeni vetëm në fillim. Cili është ajo që ka keni dëshirën përmjet kësaj mramjet t'ju transmetoni? Unë besoj se duke asë momente duke me shtartua prapë spiriti misionar, e asë që ka kërkoj, unë shikoj që ka shumë dëshirë misionaret edhe motrat edhe meshtarët që janë atje, për me pasur disa drejtimet ashtu, disa ide kam, shpresoj se do pashkandaj me ta, pse nuk unë ka thamë me njerë, nuk janë tu me shkopë magjike për do gjëra, por ka pak eksperiencë që me duket se do t'jetë fryqme për diçka. Provojnë konkretisht. E për çka i përket njerëz, ashtu edhe ata me kanë pranuar me shumë dashuri, edhe kur shkojnë, shikoj, asë grigji vetë që me përforcuar, e kura për disa janë fjesht kura ju, pëse zvoglohet, në vendet të rritë, asë duke zvogluar, pëse sidomos për kaku e emigracioni, sidomos të rinjve. Kjo është një aspekt që duke me qenë kujdeshëm, e që meriton, por unë jam bindur se duke me insistuar si ka ba administratura deri sot, me vazhdua edhe ma forte me punë e formimit të laikëve. Sepse nuk duke me mendua se misioni shkon për para vetën si nëse vjen një institut motrash nga Italia o nga jashteti, ose vjen misionare që do të jenë gjithmonë më pak, edhe në regulltaret edhe diocesanet për arsye të ndryshme se edhe ata kanë problem. Por duke me formuar laiket aftë për me udhëhequr komunitetet e vogla, atje ku nuk ka gjë ose kur nuk ka ma mundësi për me qenë drejtuar. Besoj se ka mjaft mundësi për me bati shka. Ju, Padre Flavio, keni pasaportën shqiptare? Që në letë 6. Që është në 96. Prandaj ju tha që është shërbimi ju i fundit, por nuk besoj që është i fundit, edhe lutemi që të kemi edhe për shumë shërbime, sepse sigurisht prania jote është një bekim për ne, për kishën në Shqipëri, sigurisht në mënyrë më të veçantë për kishën në jug. Do duhej minuta e orë të tëra, gjithë mramja nuk të mjaftote për me zbulu një person si që është Padre Flavio, edhe që nga pasioni ti, pastaj për arkitekturën, për kishat, për mozaikët, për shumë gjana që është një pjesë me mshehun, por vërtet kemi të bëjmë me një misionar që jo vetëm ai, por edhe krejt familja e tij biologjike ka dhënë gjithçka në Shqipëri. Baba i Padre Flavio s'ka vdek në Shkodër. Tera madhe, viti 2000. Në vitin 2000 pikërisht kur merrej me 7 tetor në festën e Zojës Ruzare. Në festën e Zojës Ruzare. Edhe ai ka shku deri në tokën e shenjtë për të rregulluar mozaikët, për të rregulluar kishat ku Padre Flavio ka shërbyer. Sigurisht nuk mjafton një podcast, nuk mjafton një kohë për të treguar, por jemi munduar në mënyrë të përgjithshme për të treguar kush është Padre Flavio. Padre Flavio, faleminderit fort për pranimin. Për ftesën e për të bashkandarje që kemi bërë. Që dashur miq, gjithmonë historia duhet kujtu, e historia na mëson. Kuptohet prej gabimeve, por na hap edhe horizontin për ato që nuk duhet me bë. Prandaj gjithmonë të kujdesshëm që të kujtojmë e të japim në fund të ditës edhe gjithkujt atë që i takon. Natën e mirë.